profesor doktor Vangel Dino, arkeolog, njeriu për të cilin Kadareja përdori një batutë të bukur. Shkuam në manastirin e Kolonisë dhe nuk dëgjuam ja ullimën e Maçokut të Çapilos. Ne nuk ishim të rastësishëm që e themeluam që inicion për themelin e shëntetës, por edhe themeltar, nuk ishim njerëz të rastësishëm. Se aty, kur u mblodhëm te Muzeu Historik Zodipule, kishte profesor, më shumë profesor doktor. Rreth atyre ngjarjeve, për të sjellur në kujtesë përpjekjet e një kohe të vështirë dhe përpjekjet të një kohe të largët. Unë dua të falenderoj kryesin që e mori iniciativën e organizimit të takimit, edhe është mirëpritur edhe nga pjesa e dekës tonë. Unë jam i bindur, kush më një e di që në aspektin e qasjes ose hapjes jam i hapur për bashkëpunim dhe siç kemi qenë Petraqi Pararenci i dhe miku jonë e di shumë mirë të pjesë. Ne gjithkohon kemi qenë të hapur dhe jemi të hapur për bashkëpunim. Muzeu të Legosës është zhbër, e morën, e thyrën, po kanë hequr edhe materiale dhe i kanë hedhur materiale të tjera. Muzeu i Divjak, se ne flasim për shoqatën më të tjerë. Muzeu i Divjak, më keq, ka qenë një malsor atje të cilit janë borxh gjithë intelektualët e këtij Divjak, që kanë thënë këtë Divjak. Kolnikaj, një drejtor shkolle, një malazez, një malsor që e donte Divjakun më shumë. Gjodhet që të vinit sot tu dhe të jepni kontributin tuaj, sepse vetëm prania juaj është shumë domethënëse. Kështu që ju falenderoj të gjithëve që gjetët kohën të vini këtu. Unë dëshiroj të falenderoj edhe zotin Ilirian Gjika, i cili është koordinatori i kësaj ngjarje, këtij eventi për qytetin tonë. Kështu që në këtë shoqat, siç e tha dhe profesor Alberti, mendoj që do të jenë të gjithë, jo vetëm ana kulturore, po ne kemi shumë kontributorë në shkenca, në mjeksi, në gjitha degët, kështu që të gjithë do të jenë kontributorë. Një njeriu me kontribute në thirrje dhe në muzike, regjizori të parës trup teatrore në vitin 1936.